Në këtë periudhë të vitit, dogana është treguar syqel, pasi vetëm gjatë 2 javëve të fundit, ekipet mobile dhe ato kufitare kanë zbuluar një sër tentativash për fujtjen e palishme të mallrave në vend, nga pajisje elektronike dhe pjesë automjetesh e deri te cigaret e pa akcizë, veshjet e falsifikuara dhe substanca narkotike. Siç njofton nga drejtoria e doganave, janë ndaluar përkohësisht e qindra artikuj të padeklaruar, të cilët synonin të shmangnin detyrimet doganore dhe të dëmtonin tregun e rregullt. Në një kontroll të mallrave me origjinë nga Kina, të destinuara për një firmë nga Shkupi dhe të paraqitura për doganim importin e pikën doganore Xhevxheli, nga atje njoftojnë se janë zbuluar 662.4 metra katror pllaka qeramike dhe nuk ishin të përfshira në dokumente doganore. Në një rast tjetër, në pjesën e ngarkesës së një veture të ndaluar pranë pikës kufitare Bllac, u gjetën 20 pjesë të përdorura për BMW X5. Autobusi me tabela turke u ndal në pikën pagesore Petrovec dhe u dërgua në pikën doganore Shkupi 4 për kontroll të detajuar. U zbulua se brendësia e kompresorit të klimës ishte bosh dhe e përshtatur për kontrabandim të mallrave. Ndërkaq, gjatë kontrollit personal të një pasagerie në një veturë në hyrje të vendit te pika kufitare të Apanoz, nga atje njoftojnë se janë gjetur 2 gram kokainë të mbështjellën në qesje najloni, ndërsa 1632 lodra me shenja të markave të mbrojtja tregtare janë gjetur gjatë kontrollit të mallrave me origjinë nga Kina. Nga drejtoria gjithashtu informojnë se inspektorët doganor nga shërbimi i skanereve mobil në pikën kufitare Bogorodic kanë zbuluar 11 stoqe cigaresh pa pulla akcize të fshehura në sedilin e shoferit, në ulsën e pasme dhe në bagazh. Vlera e cigareve është 12.262 denar, kurse detyrimet e shmangura janë 21.830 denar.